Me një atmosferë festive, shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu e fshatit Sërbic me një program madhështor kremtoi jubileun e 80 të themelimit të saj. Fillimisht të pranishmive ju uroi mirëseardhje drejtoresha e kësaj shkolle Shkëlqime Bekteshi. Pamosdashur të Leanësh Askënd, ju falenderoj të gjithëve për prezencën dhe mirë se keni ardhur në këtë manifestim jubilar të shkollës tonë, e cila sot shënon 80 vjetorin e haprimit shqip. Dhe nga ky institucion jam shumë e bindur se ka ndalë gjenerata të sukseshme në shumë sfera dhe në lëmije, si në shkencë, histori, teknologji dhe shpresoj dhe në të ardhmen të nxjerrim po kështu gjenerata të suksesme, të cilët do të vazhdojnë misionin e nisur nga të parët tanë. Ndërsa Besnik Rameti nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Departamenti i Historisë, foli mbi historikun e kësaj shkolle dhe fshatit Sërbic. Gjithashtu, ajo që më prek mua është se që nga themelimi i mbretërisë sërbe, kroate dhe slovene dhe nga projekte megaloideve të mëdha të krijuara në Çardania e Sërbisë, të cilët që nga koha e mbretërisë sërbe, kroate dhe slovene 1918 për të bërë asimilimin e popullatës shqiptare, kanë pru arsimtarë të cilët edhe kanë themeluar këtë shkollë në këtë vend sipas informacionit në vitin 1925, ndërsa funksionimi i saj ka qenë në vitin 1927, ku mësimi është mbajtur në gjuhën sërbe. Arsyeja kryesore ka qenë që mësimet dhe të jenë në gjuhën sërbe për asimilimin e popullatës duke ndryshuar edhe mbiemrat e vet, sikur që e ka edhe emrin sot fshati Sërbic. Andaj, një ngjarje tjetër që më preku, domethënë në këtë pjesë, posaçërisht me fillimin e luftës së dytë botërore dhe posaçërisht në vitin 1941 pas 6 prillit, domethënë deri më 17 prill, ky territor, domethënë kjo pjesë, ky fshat i ka takuar domethënë në atë kohë domethënë Italisë fashiste, e cila ka pas sundimin. Mirpo qarku i Tibrës në sundimin të cilë ka pas, duke falendëruar Ministrinë e Arsimit të asaj kohe në Shqipëri, Ernest Kuliti, i cili ka dërguar arsimtarët shqiptar për të mësuar dhe për të përhapur gjuhën shqipe që në vitin 1941. Është e vërtet se funksionimi i kësaj shkolle fillon domethënë pas përfundimit të luftës së dytë botërore me vendimet të cilat janë marrë nga Ministria e Arsimit në vitin 1945 dhe 1946, e cila ka funksionuar si shkollë ku sot feston domethënë 80 vjetorin e mësimit dhe gjuhën shqipe në këtë vend. Fjalë rasti pati edhe ish drejtori Beadim Ballazhi, i cili udhëhoqi këtë shkollë në një periudhë mjaft të vështirë. Koha është që flasim shumë lirshëm, por koha e kaluar ka qenë shumë e vështirë. E vështirë ka qenë edhe mësimi, por edhe aktivitetet që kemi pas në kohën 91 e këndej, sa kam qenë në drejtuar. Shkolla jone kishte emrin Liria dhe me iniciativë të kolektivit dhe me referendum e kthym emrin në Gjergj Kastrioti Skënderbeu, por sot festojmë 80 vjetorin e shkollës, por edhe ditëlindjen e Skënderbeu 620 vjetorin. Unë me një vërejtje të vogël do t'i paratitesha kolektivit se sot festojmë 80 vjetorin jo të fillimit në gjuhën shqipe, se në gjuhën shqipe kjo shkollë ka filluar të punojë 20 shtator 1941. Gjuha shqipe nuk ndryshohet, kurdo që të jetë, kushdo që ta ketë, ajo është gjuhë anëtare dhe ne kemi filluar të mësojmë atëherë. 80 vjetori është fillimi i 7 vjeçares në gjuhën shqipe në këtë shkollë. 7 vjeçare, e cila është shkolla e parë në gjuhën shqipe në nivel të Republikës së Maqedonisë. Për nder të kësaj dite të veçantë, mësimdhënësit dhe nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur një program të pasur kulturoro-artistik, ushtuar jetës dhe veprës së kryeheroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ti forti qori, lodët, qurë,
i lëshoj. U thot, të sillen mirë, të bëjeni njerëz në jetë, të mos mbetni në errësirë, po të jeni të vërtetë. Me këtë rast u ndan edhe mirënjohje për të gjithë ata të cilët kanë kontribuar në përmirësimin e kushteve të kësaj shkolle, si dhe për nxënësit për sukseset e arritura gjatë këtij viti shkollor. Përveç stafit shkollor, në këtë manifestim morën pjesë edhe prindër përfaqësues të institucioneve lokale nga Myftinia e Kërçovës, si dhe qytetarë të tjerë.